Ditën e sotme e bukur Ajone Kiara e ka shijuar shumë ditën, ka qenë një ditë kryesisht e qetë dhe e bukur. Ajo ka treguar stilin e veshjes së saj, një kombinim sportiv dhe një paltësizme për shkak të lagështirës në këto ditët e ftohta dimri, por kjo nuk e ka pengjar Kiarën të shfaqet me një super veshje sportive dhe me syze dielli, duke e shijuar në maksimum atë pak kohë me diell. Stili i Kiarës dihet tashme, ajo gjithmonë bën kombinime ku nxit dhe shumë të reja të ndjekin moden dhe të jenë me komforte me veshjet e tyre si gjatë ditës ashtu dhe gjatë eventeve. Ajo po i shijon shumë këto ditë, edhe pse është dimër dhe ftohtë. Përveç kësaj këto ditë ajo po i kalon pranë Lunushit, ku së bashku me Luizin dalin nëpër vende të ndryshme. Ajo ndau një moment shumë të bukur, të cilin e ndau me të gjithë, dhe ky që një super moment. Po për çfarë bëhet llaf këtë herë për Lunushen, e cila i shfaqet mami Kiarës me paruket e verdha duke qeshur. Ky moment ka qenë shumë i këndshëm për Kiarën, ku ajo ka qeshur pafund dhe ka vendosur këtë moment ta ndaj me të gjithë ndjekësit. Po cne paruke, do thoni ju Lunushi si fëmijë i zgjuar që është, i ka qef flokët me ngjyre. Ajo ndryshe nga mami dhe nga babi ka vendosur të bëhet bjonde, por jo të lyera, por të vendosur. Ajo po kopjon çdo veprim të prindërve sikur të ishte një e rritur, ne themi marshalla, dhe të ketë jetën e gjatë e vogla. Ajo na kënaq pafund ditën e sotme, ka luajtur me prindrit dhe me lodrat, duke i trazuar gjithashtu. Ajo është sjell shumë mirë, buzëqeshja e saj na zbukuron ditën si prindërve që e kanë pranë vetes çdo ditë, edhe të gjithë ne që e shohim nëpërmjet ekranit. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme në vazhdim, shikim të këndshëm. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi